Kanë qenë vetë pronarët e motorëve të cilët fillimisht kanë denoncuar 33 vjeçarin, ka qenë nga rasti i fundit i cili mori shkas dhe nga policia e komisariatit nr. 4 për fillimin e hetimeve, pasi për rastet e përparshme nuk është se kishte pasur denoncime të mirëfillta, por nga hetimit u zbulua se kishte qenë vetë agresori i cili kishte vjedhur dhe 6 motomjetet e tjera. Ka filluar fillimisht me pamet filmike të një kamerë sigurisë, një hyrje apartamenti ku jeton, të një hyrje pallati ku i është vjedhur një motomjet, dhe pas ka qenë policia e cila ka vënë në ndjekje përmes kamerave të sigurisë dhe ka zbuluar dhe 33 vjeçarin Edmond Gjina, i cili merrte këto motomjete dhe pasi çmontonte në praninë një 39 vjeçari dhe ato i shiste për pjesë të pika të ndryshme skrapit. Ka qenë vetë policia e cila është vënë në ndjekje të tij dhe ka bërë të mundur dhe arrestimin e 33 vjeçarit. Kur është marrë në pyetje 33 vjeçari Flori, ka qenë vetë policia që fillimisht e ka deklaruar se nuk kishte asnjë lloj lidhje me gjithë këto vjedhje dhe po akuzohej kot, pa çka sa i kishte precedent të mëparshëm penal po për vjedhje. Dhe më pas ka qenë vetë policia e Tiranës, e cila i ka treguar dhe videot ku ai ishte që kryente dhe vjedhjet dhe ka qenë ai vetë bashkëpunues me policinë dhe ka treguar dhe 4 raste të tjera të vjedhjeve gjatë periudhës Mars Prill.